Qytetarët e Korçës të gjithë e njohin Elda Zavalanin, pasi prej më tepër se 30 vitesh, ajo ushtron profesionin e farmacistes, që për të është e gjithjeta. Elda ka pritur cënaan në farmacinë e saj, që ndodhet në Bulevardin Republika. Unë jam një vajzë korçare, e lindur dhe e rritur në Korçë. Kam studiuar për farmaci në Tiranë, pastaj jam kthyer këtu, kam punuar farmaciste, fillimisht në farmacinë shtetërore, më pas kaluam në sektorin privat dhe kjo është farmacia ime, siç e dini, prej 30 vjetësh tashmë. Jam e martuar dhe kam dhe një vajzë, e cila jeton jashtë shtetit, është në Kanada. Jam një njeri që dhe unë kam jetuar në Kanada dhe jam kthyer përsëri në Korçë, shumë e lidhur me Shqipërinë, me Korçën sidomos. Njeri i hapur, i dashur me njerëzit, i drejt për drejt. Për veta njeriu s'mund të flas shumë, zakonisht të tjerët flasin për te, po. Zgjedhja e profesionit të farmacistes nuk ka qenë rastësi për Eldën. Babai i saj ka ndoruar të jetë farmacist, por në vitet e komunizmit kjo ishte e vështirë, prandaj edhe dëshirën e tij e realizoi Elda. Ajo tregon se e dashuron këtë profesion për shkak se është pranë njerëzve dhe kujdeset për shëndetin e tyre. Në fakt ka qenë dëshira e atit tim, e babait, për që unë të studioja për farmaci, meqense ai kishte dashur të bëhej farmacist, por në atë kohë, flasim shumë vite më parë, nuk ishte e mundur, kështu që për të çuar në vend dëshirën e tij dhe të gjyshit tim, që ishte doktor Sali Zavalanit, unë zgjodha farmaci me që mbarova me medaljet e artë dhe kisha të drejtë të zgjidhja një deg në atë kohë, në vitin 87, flasim shumë kohë më parë. E kam dashuruar këtë profesion, sepse është profesion që ka të bëjë direkt me njerëzit dhe me shëndetin e tyre, pra që është gjëja më kryesore në jetë, dhe fakti që unë i kam ndihmuar që ata të ndjehen mirë, jo vetëm fizikisht, por dhe shpirtërisht, më ka sjell një satisfaksion, një kënaqësi shumë të madhe. Kuptohet, kjo është bittersweet, kam vuajtur gjithashtu nga hallet e tyre, nuk jam njeri që i dëgjoj gjërat veresie dhe i kaloj, i fut brenda dhe kjo më shkakton shpesh një lloj trishtimi, një lloj dhimbje për vuajtjet e njerëzve. Por kam dhënë nga vetja duke ju dhënë optimizëm edhe kur nuk kam besuar që do ishte aq e thjeshtë, jam munduar gjithmonë t'ju shpreh, t'ju shfaq atë anën time optimiste, dashurinë për jetën, forcën për të luftuar dhe për të dalë në krye të problemeve të tyre. Elda veçon edhe historitë më mbreslënëse për gjatë këtyre viteve. Kam shumë histori, po një nga më të bukurat, po tregojmë më mirë ato më të bukurat, ishte një çift i cili po mundohej të konceptonte, pra të ngelej shtatzanë nusja, dhe kishin shumë vite që përpiqeshin dhe nuk ja kishin dalë dot në krye. Dhe kishin provuar shumë doktor dhe medikamente, së fundi erdhën tek unë për të marrë disa ilaçe. Të dy palët, domethënë të dy, edhe burri dhe gruaja. Ishin çift relativisht i ri, pak pesimist ishin bërë nga përpjekjet e vazhdueshme të shumta. Dhe pasi morën medikamentet, ju thash që nëse pas një muaj 2 do shikoni rezultat, pra do ngelet shtatzan vajza, do më bëj shumë qefi si kur të vinit dhe të më sillnit një çokoladë ose një bombone. Dhe pas gati 2 muaj gjysmë 3, kanë hyrë në farmaci me një kuti të vogël me 2 paste ëmbëlsira, që unë t'i uroja me që ajo kishte ngelur shtatzan, dhe unë sinqerisht kam qenë në lot. Sigurisht ka dhe momente të tjera të moshuar që vinë dhe më falenderojnë, që kanë shpëtuar, fëmijë që kanë qenë të sëmurë dhe i kam shëruar, disa herë kam dhënë ndihmë të shpejtë për njerëz me hipertension të momentit, shumë të lartë agresiv, nga kafshimi i qenit, aksidente të vogla në rrugë, çarje, rrëzime, ndonse nuk jam tip shumë i fortë, zemrën e kam shumë të butë dhe nuk duroj dot gjak dhe gjëra të tilla, po jam munduar mos e shpreh këtë dhe ta mbaj veten, sepse profesioni jonë është i tillë që duhet të sakrifikojmë nga vetja për të ndihmuar të tjerët. Kështu që krahas farmacisë, Elda ka pasion artin. Ajo tregon se prej shumë vitesh ndjek çdo aktivitet kulturor që organizohet në qytetin e Korçës dhe jo vetëm. Unë kam dëshirë të shkruaj, siç e di Iris, edhe siç e din edhe një pjesë e madhe e njerëzve, më pëlqen shumë arti, kultura, letërsia, kinematografia, piktura, pra arti në përgjithësi, dhe gjithë jetën time
përveç profesionit që njeriu sigurisht do bëj një punë dhe se duhet të jetoj, jam kujdesur shumë që shpirtin ta pasuroj me këtë pjesë, domethënë me art dhe me kulturë. Dhe diku kam lexuar, ma ka thënë dhe një profesor, cilin e përshëndes, që arti pastaj bëhet kështu si drogë, pra bëhesh addiktit për çdo gjë, për çdo aktivitet kulturor që shfaqet, ti ndjen domosdoshmërinë që të shkosh. Pra vetë trupi jot pavarësisht nga cilësia, sepse jo të gjitha që shikojmë dhe ndjekim janë top, janë cilësi e lartë. Gjithsesi, më është bërë tash si stereotip që e kam të nevojshme të ndjek çdo aktivitet, çdo shfaqje, çdo teatr, çdo koncert, çdo ekspozitë që hapet në qytet dhe jo vetëm. Dikur shkoja në Tiranë dhe me bashkëshortin, sepse dhe ai për fat të mirë ndan të njëjtin dëshirë, të njëjtin hobi me mua, shkonim deri në Tiranë dhe i ndiqnim. Tani Korça, sidomos vitet e fundit, është pasuruar shumë me jetë artistike dhe kështu që s'kemi nevojë të shkojmë deri në Tiranë, i kemi në Korçë të tjera. Elda Zavalani qëndron shumë pranë miqve të saj, jo vetëm në jetën reale, por edhe në atë virtuale. Facebook është një nga aplikacionet që ajo ka zgjedhur për të shprehur mendimet dhe opinionet e saj, duke sjellë edhe momente jetësore. Është një mënyrë komunikimi me njerëzit që ato që ndjen dhe mendon ti i shpreh, ashtu siç i mendon dhe siç i ndjen dhe me sa duket njerëzit për këtë kanë më shumë nevojë se sa për këto fasadat që jemi gjithmonë të lumtur, jemi gjithmonë të bukur, jemi gjithmonë me tavolina, me këngë, ashtu qofshim në fakt, po jeta i ka të gjitha gjërat. Dhe ajo që unë sjell pranë njerëzve janë pikërisht momente jetësore, ose pastaj në një filozofi për aq sa do mundem unë, për fenomene të ndryshme, refleksione, pra të fenomeneve të jetës që shikojmë. Gjithashtu jam e lidhur shumë me arsimin dhe me shkollën, duke qenë vajze nga 2 prindër mësues, e kam në gjak shkollën, arsimin dhe për mua është gjithmonë në vend të parë. Pra, gjithë kujdesi dhe vëmendja e shoqërisë duhet të drejtohet drejt shkollës, arsimit, edukimit të brezave. Dhe kjo ka një rëndësi të veçantë. Tani për 7 mars isha edhe në shkollën time, gjimnazin Themistok Ligërmenji, i cili u rinovua dhe vërtet është bërë me standard shumë të lartë. Isha edhe në shkollën e Zvezdës, në shkollën 9-vjeçare Zvezdë, pasi më ftoi një miku im që është mësues muzike dhe ndoshta e ndoqët kronikat që postova, u bë një festë shumë e bukur për 7 marsin. Dhe mësuesit u përfshin në festë bashkë me nxënësit, këndonin bashkë me nxënësit, interpretonin së bashku. Ishte një emocion shumë i bukur që mora nga Zvezda. Ndërsa e pyesim Eldën për disa nga pengjet e saj në jetë, apo një objektiv që do të arrijë në të ardhmen, me cilëtërsinë që e karakterizon, ajo tregon se do të donte të kishte disa fëmijë dhe jo vetëm një. Një tjetër peng i Eldës është mësimi i një instrumenti muzikor, ndërsa plani i saj i largët është të botojë një libër, pasi edhe shumë njerëz ja kanë sugjeruar. Unë mund të dua të bëj shumë, po tani edhe mundësit ndoshta nuk janë, do desha të kisha më shumë fëmijë. Pra, unë kam vetëm një vajzë, do desha të kisha patur 3 ose 4 fëmijë, kjo nuk realizohet me. Do desha të kisha mësuar një instrument, me që kam qenë në shkollën e muzikës për 8 vite, por isha pa vegël. Mami ime, ndjes pas, më kurseu që unë të mos lodhesha për të mësuar një instrument, dhe kjo më kam ngelur merak, po dhe për këtë gjë jam vonu tani. Pra dhe kjo nuk realizohet. Gjithashtu kam një si plan të largët, shumë njerëz ma kërkojnë në fakt që të shkruaj një libër, të botoj një libër. Unë mendoj që jam shkrimtare, unë mendoj që jam një njeri që shkruan, dhe që të botosh një libër është një përgjegjësi shumë e madhe, jo vetëm për vete, por dhe për bashkëkohësit edhe për brezat që do vinë. Pra nuk është kaq e thjeshtë që ajde me që unë shkruaj edhe të botoj libër, pra nuk funksionon kështu. Edhe gjithmonë me atë sensin kritik ndaj vetes jam frenuar për këtë gjë. Po mbase në një moment kur të kem mbaruar shumë detyrime që kam nga jeta, mund të ulem dhe të shkruaj një libër. Elda Zavalani është një nga personazhet më të njohur të Korçës, me vlera të paçmueshme që e bëjnë aset të qytetit, në një kohë kur të gjithë mendojnë të lënë qytetet e vogla dhe Shqipërinë. Elda, e cila ka jetuar për disa kohë në Kanada, zgjodhi të rikthehet në vendlindje për të dhënë kontributin e saj.